Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Miqtë të televizionit Albria, për i takuemi edhe këtë pasdite këto në emisionin Detaje. E sot e kemi të ftuar, le të themi kështu, një më të kërkuarin në dasma, është Arter Gjikokaj. Përshëndetje nderuar, mirë se erdhën në Detaje. Përshëndetje për juve, kënaqësi. Fillimisht po du me ditë, e di që je shumë i nxanën edhe i angazhuar me mbrëmje, me dasma. Qysh po kalon edhe po të vështirë në zgjuar sot se po besoj që mbrëmje ke qenë i angazhuar me mbrëmje muzikore. Okej, tash sezona veror realisht ende s'ka fillu, po kemi qenë jashtëzakonisht angazhuar me mbrëmjet e maturave, mbrëmjet e semi-maturantëve, edhe vërtet e kemi pas një agjendë shumë të gjeshëm sa i përket kësaj periudhe, po ka qenë një kënaqësi shumë e madhe, shumë e mirë. Normalisht lodhja bën pak të vetën, po për çdo medium, për çdo televizion, për çdo media që të ofrohet mundësia, normalisht unë kam qenë ndoshta një prej më të hapurve që me pranu interviste dhe me kënaqësi më të madhe. E di që në Kryeqytet i ke pas gjitha mbrëmjet e maturantave, le të themi kështu. Qysh kalove dhe është pak më ndryshe se dasmat ose mbrëmjet e tjera? Po, që mos me thonë gjitha, besoj që afërsisht dikun 80-90%, kam pas fatin me ju këndu edhe sa i përket ndryshimit, menoj që është një ndryshim sepse mosha e bën vetën. Do me thonë, nuk mundet me u barazu kur një 18-19 vjeçar, për me një 25 ose 30 vjeçar, kështu që ata e kanë entuziazmin shumë të madh dhe shpërthen atmosfera në momentin e parë që e ka mikrofonin. Çfarë është dallimi mes gjeneratave, po e kanë momentumin që duhet normalisht me i kuptuar në përkohë. Si maturanta na i kërkesë diçka më interesante, po ma me menja që nuk kanë kërkesa heq maturanta. Jo, kërkesa kanë, realisht mu më ka ra me ju këndu dhe disa shkollave të cilat vërtet kanë pas një interesim shumë të madh për me një muzikën, për me pa, sikur për shembull shkolla Prengjakova, shkolla muzikës. Normalisht edhe janë që kanë kënu 3-4 prej tyne sepse janë shkolla muzikës edhe kanë qef me jep talentin e tyne, ndoshta fillimi tyne mos me fillu prej që aty, që shka fillu edhe prej meje. Kështu që ideja që nuk ka pas në i kërkesë specifike prej tyne për pas këngëve normalisht, këngëve maturantëve, këngëve cilat mendojnë që mesin gjatë kujtesën e tyne edhe vërtet e kemi një rini shumë të shnoshë dhe një diçka që mu më ka bërë shumë përshtypje që janë vërtet kulturume dhe dje me vajza të reja të kulturume të hapune, të ditëne për moshën që e kanë. Kështu që kemi kalu shumë mirë jo diçka në e farë kërkesët që me thonë ekstra. Para se me kalu të dasmat dhe të këto angazhimet e juve sezonale, po flasim pak për fillime, ose e bëna e krasim që shka qenë kur ke fillu edhe tash, do me thonë vepron hala si këngëtar? Fillimet e mia kanë qenë në rini, normalisht e kam ndje, e kam trashëgu muzikën edhe artin përgjithësi, sepse unë e vi prej një familje artistësh, vi prej një babë i cili është një prej aktorëve më të mirë në Kosovë dhe normalisht arti, muzika, sport janë thuajse njëjta lami. Edhe kam fillu qysh në rini në hershme në klasën e 6-7 me përfaqësu shkollën në gara komunale, pastaj edhe shtetërore. Mandej jam kurorzu me çmime ndryshme në rini. Pastaj kam fillu edhe mbrëmjet me klasë, me shkollë, me njerëz cilët më kanë përkra në fillimet e mia kur kam qenë veç adoleshent. Pastaj si 15 vjeçar kam fillu në dasma.
Tash u bëni periudhë bëhe gjatë kohore, dikuna përsisht 20 vite që mendoj që i them vetit që jam profesionist sepse i kam 20 vite përvoj pune dhe kam një band cili është 13 vjeçar me mu i pandryshushëm edhe vërtet e kemi kriju një farë stabiliteti, një farë pjekurie muzikore që me thonë, po me u kthy prapë të fillimet nuk ka fillim të lehtë, ka fillim të vështirë sepse imponosh prej njerëzve, jo krejt njerëzit thojnë që mirë, bravo. Mandej kur je i ri edhe kritikat i merr si ofendim, nuk i merr për shembull në aspektin e mirë. Edhe unë mendoj që çdo fillim është ndoshta shumë më i vështirë se sa që njerëzit e perceptojnë. Unë kam pas fatin me pas njerëz të mirë afër vetit, me pas njerëz që më kanë përkrah, me pas një familje që kuptojnë skenën, kam pas prej kujt me marrë këshilla, edhe faleminderit Zotit tashma jam veç në një nivel të mirë të punës, po asnjëherë i kënaqshëm. Normalisht muzika kërkon shumë punë, shumë angazhim, edhe nëse mendon që e ke arrit cakun e caktuar, ke gabu, sepse muzika gjithmonë evoluon, ti duhesh me pas background shumë të madh, duhesh me pas ambicie shumë dhaja me kriju pasaport, me kriju identitet tonin këngë të reja, sepse kënga e artistit, kënga është pasaport. Çka me thonë, kemi shembuj shumë të mëdhej që mundemi me i marë, sepse kemi një Sabri Fizullah që i ka sa vite i ka mbi 80, ndoshta edhe çdo muj bën këngë, domethënë nuk ka rëndësi se sa vite jenë skenë, ka rëndësi se çfarë produkti sjell në të ardhmen. Unë po du një këshill në shtapi juve e di që jeni gjatë në këtë fushë përmendit edhe jo, për të ri që dojnë një fut të botës së muzikës. Cila që në pat që me ndjek më atlet ose cilë menimi ju? Hap të letë në asë një profesion, asë një sport nuk ka. E mendoj që të fillu prej gabimeve që i bojnë, se gabime kanë bënë dhe vetë, dhe se cili fillestar që fillon. Po, gabimet që i bojnë është që futen drejtën e muzikë këshyrin me pas direkt një hit. Okej, të kapi unë po direkt e kapi suksesin në penaltit. Nuk ndërtohet suksesi penaltit. Suksesi ndërtohet shkallë. Sepse është më i qëndrueshëm. Unë nuk e di asnjë shtëpi që ka filluar me u marru prej kulmit. Gjitha shtëpiat fillojnë prej temelit, dhe kur është temeli baza e fortë, ndërtimi i shtëpisë bëhet sa ka dush. Ideja këtu po du me thonë që nëse ti je në folk, muzikë popullore, edhe e mësën bazën e muzikës që është muzika e vjetër, këngët e vjetra shqip. Atëherë ki kriju një bazë të mirë. Mandej, normalisht që do të më mësu edhe të reja, do të më mësu edhe çdo këngë që del, të cilat normalisht ty t'hinë në funksion. Për shembull, nëse me dasmë, mbrapa maturë, sa çam nevojitet unë mësoj. Po, nëse nuk e ki bazën e mirë, këngët e vjetra, nuk ki më mujt me u ndërtu si artist. Hajde të kapi unë një TikTok, një hit, një diçka dhe të bëj është një tendencë e madhe, po tendencë. Edhe çuçeke po ashtu. Shponan që niveli i muzikës, jo vetëm të zhanri ju, po edhe në përgjithësi. Shiko, për nivel muzike e vlerësojnë populli edhe ata që dojnë me ndëgjojnë. Sepse muzikë të keqe nuk ka interpretues të keq. Kupton, ideja është këtu që ka pas shumë njerëz në rrjetet sociale, sidomos fenomeni TikTok që e kanë ka puf për një natë majen atje, po kur shkon për të poshtë, tani është shumë problematike. Nëse ki bazën e fortë nuk shkon për të poshtë. Ideja që unë qysh mendoj është kam kriju që tash e 20 vite një bagazh shumë të mirë të këngëve të vjetra sepse çajo është pasuria e një artisti, që do të më hyjë në dazmë apo plas, që do të më hyjë me pas një gjatësi. E jo ka për TikTokun atje, e bjen akşam, mos them kushtimisht, pa emër edhe s'qohu me vu emër të madh, sepse nuk din ka më jamajt më. E unë mendoj që kjo është gabimi i trive. Nëse nisësh marrë, ki me shku marrë. Marrë është për i këngëve të vjetra e tutje. Edhe suksesi është i pashmangshëm, se nuk ka njeri që e nalë artistin e mirë. Nuk ka, nëse Zotit ka dhënë talent, Zotit ka dhënë shëndet, edhe je i pastër në ato, çka je ka dënë me e bo, por nuk ka absolutikisht njeri mi këtë tokë, mi këtë dhejë, veç se ti ki me
kime angazhu ndoshta veten kot me mendu që apo menojnë tjerë tukon me i gra punës. Domethënë që kjo është ajo që une e menoj për suksesin e artistëve të ri. Fillo prej baze, fillo prej fillimit e tutje, jo prej nalti e poshtë. Po, shumë e vërtet. Po du me ditë me dasma që sheni, a i keni zonë krejt datat, ose a keni na i datë lirë për verë këtë veta, po jo? Shiko, angazhimet janë të mdhaja. Normalisht, unë e kam datat lira, nuk e gjithë kam. Tu e përfshi, na e quim sezoni i dasmave veror, sezoni i dimrit, do më thonë mbramet e fund vitit e gjana, edhe për mu, është edhe një diçka tjetër se unë punoj gjatë gjithë vitit. Kur them gjatë gjithë vitit është, sezonin veror e mbylli me angazhimet e dasmave. Sezonin dimror e kam, do më thonë, në ambientet familjare, ku njerëzit i mbajnë mbramet e fund vitit. Sezoni paraveror, edhe sezoni që e vazhdoj dimrori është zbashku me këtë agjencion që jemi, më thonë agjencion Eurofly, me zotni Bekim Salion dhe zonin e vetë Blerina, të cilët më kontraktojnë në pjesën e Golemit, në pjesën e Shqipërisë, në Ulqin, në Vlorë, në gjitha vendet që janë jashtë Kosovës, 4 deri në 5 ditë të javës i kemi në resortet më të mira familjare ku shqiptarët e Kosovës normalisht shkojnë për pushime në Shqipëri apo në Ulqin apo ku do të jetë. Edhe unë bashkë me orkestrën time prej Kosovës shkojmë, i kemi 4 deri në 5 ditë javës në resortet të ndryshme që ju këndojmë çdo natë. Kështu që sezoni jam nuk fillon me sezonin e dasmave dhe me mbaru me sezonin e dasmave. Fillon me, po supozoj, me sezonin e dasmave, pastaj vazhdojmë edhe gjatë dimrit, sepse mos them gjitha, po gjitha resortet në Shqipëri apo në Ulqin kanë tash spa, kanë sauna, jacuzzi, gjana që i plotësojnë kushtet edhe dimrit për me vizitu njerëzit sidomos në vikend. E mos flas më për sezonin veror. Pastaj kemi sezonin e dimrit, mbramjet e ndryshme familjare që janë. Pastaj fillon mbramjet e maturave, semi-maturat. Kështu që gjatë gjithë vitit jemi të angazhuar mos në vikend ose mos gjatë javës në vikend patjetër. Çuçi po shkruan punën dasma, edhe kishe bë në dallim me këtu në ato se mbramjet e maturës ose këtu. Edhe çuçi po menaxhoni domethënë kohën. Apo keni lodhje me këto angazhime? Angazhimet janë sigur kalitet njeri, edhe ma e keqja nështë për neve, unë jam prind edhe koha, mos kalimi kohës me familjen, është vërtet një bashllëk që tojmë. Po, gëzohem shumë se gjithë artistët anë kohën, jo s'po kam kohë. Unë e kam luftu për këtë ditë mos me pas kohë. Kështu që, gjithë viti, mos them, po ofër 60-70% të vitit unë jam çdo natë në mbrëmje, ku këndoj live, edhe nuk kam pse mu idhru, sepse s'po kaloj kohë me familjen për arsye se kam luftu për këtë ditë edhe jam të e shiju momentumin të cilin e kam kërku edhe kam gatu që moti. Nuk mundesh me qenë në vitin e ri, në Bajram, nuk mundesh me qenë për festat e veçanta, ditëlindjet e fëmijëve. Është bashllëk i madh, normalisht që është. Po, e kemi zgjedhë vetë, edhe është një profesion që do në sakrifisë, do në punë, sepse njerëzit marrin me gëngun datën e tyne më të veçantë, si ku martesa, apo ditëlindja, ose... E nështë ma i gëzushëm, jam unë, që nuk kam kohë dhe më ka zgjedhë një njeri, me i shku në familje dhe me këndu për datën e tyne më të veçantë, sepse apo të ka prez vitin e ri në shtëpi. Kështu që jam shumë okej në atë pjesë, kam një familje shumë të shëndosh, një grua cila merret me familjen, me fëmijët, edhe deri tash kam qenë jashtëzakonisht mirë sa i përket kësaj pjese. Pjesët e tjera janë kaluar se s'kemi çfarë do. Apo ndon me neve diçka më interesante ose një këngë diçka që e kërkojnë vazhdimisht në krejt dasmat? Po interesant, nështë me diskutu në ngjarje, në diçka, sepse gjitha këngët e dasmave janë këngë gazmore, janë këngë të mira. Çka më bën përshtypje që tash kanë fillu
si çdo sezon tjetër me u bë update pak çështja e sidomos hyrjes çiftit. Domethënë kërkesat e tyre janë të lëshohet një këngë anglisht ose të lëshohet një këngë i jashtë zhandrit tonë sa për hyrjen e çiftit, gjana që po e bojnë jashtëzakonisht mrekullueshme, po e thenat, jo veç muzik, po kanë pikat e tyre pak më ndryshe se sa mos tem para 7-8 vjetën kalume. Po normalisht duhet me përgatitë dhe me ecë me kohën, s'kemi çfarë më bëj, duhet me vazhdu. Raste interesante ndosme, ka shumë. Njerëzit janë kurështarë me bo sa ma mirë, kanë stres shumë, na e kemi përvojën e duhen që në pakten më mënu mja hek stresin, mi thonë ka dalë vizde sa tish me na e ki pak problema, zanera mos ka që të nëllë të këthy. Kështu që jo, s'ka diçka tjetër që me thonë. Për mene pak që kanë ndryshu, para 7 vjetës kanë qenë, që ka pas ndryshe para 7 vjetën ndosë, ma është fjallë? Po për shembull hyrja e çiftit ka qenë muzikë, na. Pika kulminante, nështë kulminante ja krejt, ka qenë hyrja e çiftit. Aty u kallë krejt sistemi. Tash hyn me një violin, me një diçka tjetër dhe kalon tjetërkun atmosfera. Domethënë, ndryshimet, mos foli për vite shumë më përpara kanë bërë njerëzit një javë ditë se më vjen. Tash janë thjeshtu gjanat. Kanë bërë në borë për shembull në shtëpi 4-5 ditë, 3-4 ditë. Tash nuk bëjnë më, e bëjnë 3 orë, 4 orë në restoran, në rregulli. Çdo gjë shkon tu thjeshtu. Sa më e thjesht, gjëja sa më e thjesht është më e bukur. Po. Unë po du para se më na e kënu një këngë për tonë, po du këtu në ngjarjet e fundit, ka po shohemi, kemi protesta, ju si qytetarës, po moj pa ju pyet i Kosovës, që shi keni po këtu në ngjarjet e fundit, kena në çdo cep, po mdokët i kena një protestë. Jo shtrejtimi i rrymës, jo kështu, që keni po ju këtë pjesë? Shiko, nuk është në shta pjesë edhe fushë e jamja që me i diskutu politikisht sepse jam shumë out asaj punë dhe hismirë në matë punë, po me që dalë në votë dhe jep votën dikujt ose pres mja dhonë dikujt si qytetari Kosovës i këti venës dhe këtu jetëj, s'kam jetu kur të dërkon, më nëjë që është një krizë jashtëzakonshme për neve sepse dikush i ka e dikush nuk i ka, e ai që si ka vajhalli për të. Na jemi shtresë mesme e popullit edhe e dim se cili për njëri tjetër në mënyrën se çu jetojmë, çu shfitojmë. Po, mundu mi a thjeshtu qytetarit punët, mi a thjeshtu rrymë, mi a thjeshtu shporte, mos mi a shtrejtu, kishte me qenë është shumë ma profitabile se sa që janë të bo këta. Në moment që filloj me folë për politikën e ka mirë ajo, ka mirë kë, gaboj, kështu që lëma i njeri i cili shkon atje nalt edhe vendos për popullin e vetë një diçka të mirë, sepse jemi ka rritin fëmijët këtë vend. Po nëse jo atëherë vajhalli për të sepse ndëshkimi është i madh se ndëshkon populli. Populli vonon po nuk harron. Apo nuk ka mundësi me i bë dëm ti popullit. S'po foli për këtë rast, që të më rrymë me gjana, apo kushdo që vjen. Nuk ka kurfar mundësie me i boti dëm dikujt edhe mos me ta kthy dikush. Po e qes në muzikë. Dikush ta jep besimin me i kënu ndarësëm ti, po ti nuk unesh me rajt ato. Ti kënon mirë edhe ki me pas shumë profit për asaj pune. I kënon zotnis pa hak, që thoi, nuk angazhohesh, nuk t'intereson e punë, atë natë kemi i marrë parë dhe s'kemi marrë ma. Në atë familje ju. Kështu që, na jemi pak, jemi popull i vogël edhe e meritoj me jetu shnetshëm, me jetu mirë. E tash është në dorën e ty nëse çka bëj. Po shpresojmë që kam bë më e mira. Për qefin e shikuesve që janë të na po cila këngë po mendon që ju dedikohet atyre sot. Cilën e kishe kënu me qef sot? I dedikohet kujt? Shikuesve. A shikuesve, okej. Se ishim të politikantë, me të menja të politikantë, thash. Jo, politikanëve. Okej. Unë kam këngë shumë të mijat, të cilat vërtet janë suportu dhe janë mbështet me aq njerëz sa ju ka pëlqy. Të kënojnë e këngë të emër me që... Cilën do pja në dorë juve. Okej, cilën që keni ma me qefë. Po e kënoj një referencë shkur, një këngë e cila ka pas një buj begje të mirë.
një referent shkurt edhe i përshëndesim edhe njerit ju falenderoj shumë që keni gjetë kohën, keni ardhur. Falenderoj. Edhe dash Zoti që të keni shëndetet tëna të mirat e kësaj bote. Okej, po filloj me këngën time Edhe sa. Nuk e di edhe sa, duhet me të prit edhe sa, me u bo bashk ma mos me unda. E kam një jetë që po të pres, ja do të marrë, ja do të vdes, jo pa ty nuk du të mbes. Nuk e di edhe sa, duhet me të prit edhe sa, me u bo bashk ma mos me unda. E kam një jetë që po të pres, ja do të marrë, ja do të vdes, jo pa ty nuk du të mbes. Shumë faleminderit, po besoj që sa do pak kena arrit mi arktu publikun që po na shohin këto momente. Faleminderit juve, faleminderit juve për kohën, ishte kënaqësi. Hajdeni të agjensioni ma i miri, Eurofly, zgjedhni pushimet e juja, ata zhvera, edhe nëse s'do një darës ma si vjetë, do më thonë, shfrytëzoni me shku dhe si vjetë, na i poshem, na i Turqi, na i Shqipni, na i kun, me mikun tim Bekimin, që është vërtet një prej agjensione më të vjetra në vend edhe më të mirat. Shikues dashur televizionit Arbëria, ishte kjo intervista që kemi përgatitur sot për juve, edhe po ju uroj një pasditë të këndshme, edhe deri në takimin e ardhshëm, mirëmbëjtje. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.